Pres që në mënyrë drastike të ulet numri i kundërvajtjeve dhe dënimeve, tha kryeministri Kristian Mickoski duke komentuar nisjen zyrtare të sistemit Safe City. Mickoski tha se për shkak të reagimeve në publik, niveli i tolerancës është rritur mbi mesataren evropiane, por paralemroi se toleranca gradualisht do të ulet. Го зголемивме прагот на толеранција, односно до 50 ќе биде прагот на толеранција 6 км на час. Над 50 ќе биде 9 км на час и над 100 ќе биде 12 км. И односно над 90 ќе биде 12, мислам над 90 или 100, се не ме фаќате за збор, 100 ќе биде 12 км на час. Значи се зголеми таа толеранција да не се казнуваат, но како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до оние европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните, поентата е да нема сообраќајни незгоди. I pyetur për kontestimet që janë bërë në gjykatën kushtetuese për këtë sistem, Mickoski tha se çdo kush mund ta realizojë këtë të drejtë, duke shtuar se kushtetuesja e ka fjalën e fundit dhe se në rast se kërkohet mendim nga qeveria për këtë çështje, të njëjtën do ta dorëzojnë. Па јас не ги коментирам одлуките на Уставниот суд, нека се произнесе Уставниот суд. Тоа што ќе го каже Уставниот суд, тоа ќе е конечно, нема одлука на Уставен суд не се коментира. Deri tani në gjykatën kushtetuese janë dorëzuar 3 iniciativa që kontestojnë ligjet që përbëjnë sistemin në fjalë, që kryesisht bazohen në vlerësimet se zbatimi i tij vetëm në disa qytete bie ndesh me parimin kushtetues të barazisë. Ankimim në kushtetuese ka dorëzuar Aleanca për Shqiptarët krahu i Zjadin Selës, Aleanca për Shqiptarët krahu i Arben Taravarit dhe Ylli Paçuku, në emër të tij dhe si student i juridikut, por i njëjti është edhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të BDI-s.